e NATO-s. Kështu që goditjet Kipër nuk kanë asnjë vlerë. Okej, kjo mund të ishte mund të provokonte ato që thamë. Absolutisht. Prandaj kanë mbetur tashmë dhe tashmë opsioni tjetër ka mbetur Shqipëria. Prandaj në rast se do dëgjoni Shqipëri që është në një aktivitet gjëja terrorist në Manz ose dashu ose do dëgjoni ndonjë deklaratë policisë shtetit që të antiterrorit që zbuluam një kjo po bëhet. Një ashtu atëherë kjo po bëhet për të çuar drejt kësaj. Për të futur NATO në luftë. Dritan, ndërkohë folën për goditjen e rafinerive në Arabinë Saudite, në Katari e ka mbyllur fare atë tubacionin apo rubinetin, është goditur rast tanura, ndërkohë në Hormuz pothuajse është bllokuar kalimi i cisternave. Çfarë mendon se do të prodhoj kjo për sa i përket këtij bllokimi në lidhje me atë që konsiderohet dedollarizimi, se kjo po ky është një nga qëllimet e bllokimit të Hormuzit. Pra, kemi të bëjmë me një luftë, këtu kemi bërë një përballje midis dy boshteve. Pra, e para është boshti, ky boshti perëndimor i cili ka marrë nuancat e neofashizmit dhe është boshti tjetër i BRICS-it. BRICS-i ka munduar në mënyrë bankare që të bëjë dedollarizimin. Pra një dedollarizim nga dalt. Kurse kjo që po ndodh tash me luftën në Iran është një dedollarizim i shpejtë, i përshpejtuar. Pse është dedollarizim? Atëherë kemi të bëjmë vetëm me çështjen e gjirit Hormuzit. Iranianët janë interesantë se janë një popull me shumë humor. Dje për shembull, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë iraniane, pra Arteshi, që është mede, dele dhe thotë që gjiri i Hormuzit nuk është i bllokuar. Pra nuk e kemi mbyllur, ne nuk e kemi bllokuar, po as nuk e kemi hapur. Kurse komandanti i Gardës Revolucionare thotë që neve e kemi bllokuar gjirin e Hormuzit për të gjitha ato anije që nuk zbotojnë protokollin. Pra, shikoj kemi dy. Po, dy qendrime. Dhe protokolli është i tillë që anijet që kalojnë gjirin e Hormuzit duhet marrin leje në Iran. Dhe tashmë, po Irani ka shpallur vende terroriste, këto vendet e Evropës, të Amerikës, të Izraelit, pra çdo lloj anije që i përket këtyre duhet marrë leje. I ka futur në organizatë terroriste, po. Dhe aktualisht funksionon gjiri i Hormuzit, po funksionon vetëm për anijet kineze, ruse, anijet të tjera të vendeve të BRICS-it. Anijet e vendeve perëndimore nuk kalojnë. Fare. E qartë. Pra, kjo është që ka ndodhur. Dhe në këtë moment që nuk kalojnë, pra, është ndërprerë prodhimi i naftës edhe në Katar dhe në gjitha, sepse është ndërprerë prodhimi i naftës edhe në Arabinë Saudite, sepse kjo naftë nuk po eksportohet. Pra kapacitetet e depozitimit naftës janë full. Fakti që se eksportohet nuk e shprodhon. Nuk e shprodhon më. Dhe në momentin që ti nuk e eksporton, pra nuk xhiron nafta, nuk ikën. Atëherë kemi gjë që dollari amerikan është i bazuar mbi shitjen e naftës. Po, mbi arin e zi. Mbi arin e zi, pra mbi naftën, jo mbi floririn. Dhe si funksionon? Pra ti shet naftë. Të gjitha këto vende bashku shisin në ditë 5 milion fuqi nafte. E qartë. Eksport. Dhe kjo naftë shitej me dollar. Pra 5 milion fuqi nafte, llogaritë me $60 nafta, imagjinoni sa triliona dollar në ditë. Dhe këto triliona në dollar në ditë që merrnin vendet e gjirit janë dollar. Të gjitha këto depozitoheshin në bankat amerikane sepse ai është sistemi që i kalon. Pra në SWIFT, gjithçka kalon nëpërmjet SWIFT-it, që është SWIFT-i amerikan. Pra në bankat amerikane dhe në bankat qendrore evropiane dhe amerikane. Dhe ky qarkullim i paras, normalisht që ky qarkullim i madh i paras mban fuqinë amerikane. Pra fuqia ekonomike amerikane varet nga kjo naftë që qarkullon. Në momentin që nafta nuk qarkullon më, atëherë nuk qarkullon as dollari më. Pra duke mos qarkulluar dollari, atëherë kjo sasi e dollarit që është printuar në një kohë shumë të shkurtër do të kthehet në bazë inflacioni. Sepse ti nuk qarkullon më para. Dhe kjo para fillon të humbet vlerën. Dhe ti për të rritur vlerë, për të mbajtur vlerën në qarkullim i detyruar të hedhësh para të reja. Po sa më shumë të hedhësh, aq më shumë rritet inflacioni sepse kjo para qarkullon vetëm brenda më, nuk qarkullon në të gjithë pjesën tjetër të globit. Pra ky është dollarizimi i direkt që vjen ndaj Amerikës dhe goditje ekonomike ndaj Amerikës. E para, e dyta, kemi një goditje sepse dedollarizimi nuk funksionon nëpërmjet vetëm naftës. Dedollarizimi funksionon tashmë, ka filluar të funksionojë edhe nëpërmjet mineraleve të rralla. Që me fillimin e goditjes ndaj Iranit, Kina ka ndërprerë shitjen e mineraleve të rralla për të gjitha kompanitë amerikane, izraelite dhe evropiane. E ka ndërprerë? Po, edhe kjo funksionon me dollar.
Pra edhe këtu është i ndërprer totalisht. E qartë, Pra, e qartë. generalit e rralla që ka nevojë për bërjen e armatimit, për prodhimin e këtyre raketave nuk ka më. Nuk merr më, pra duhet harxoj ato rezerva që ka Amerika, sepse Kina e ka ndërprer shitjen e mineraleve të rralla. Dhe çfarë kemi? Sot Ministria e Energjisë në Tajvan deklaroi që Tajvani ka kapacitet e rezervë të naftës dhe të gazit edhe 11 ditë. Tajvani merr 85% të naftës dhe të gazit e merrte nga vendet e gjirit, përfshi edhe Iranin. Dhe Tajvani është vendi i parë dhe i vetmi për gjithë perëndimin që prodhon qipa elektronik për të gjitha nevojat që nga ato domestike, pra që nga ato të frigoriferëve, të lavatrisheve deri te raketat e sofistikuara dhe të armës sofistikuara që ka Amerika. Pra do të thotë që pas 11 ditësh prodhimi i këtyre çipave është zero. Për Tajvani nuk mund të prodhojë më sepse fabrikat dhe uzinat që prodhojnë këto përdorin këtë gazin për energji, për gjithçka tjetër. E qartë. Pra do të thënë që pas 11 ditësh stopohet prodhimi i çipave. Dhe në prodhimin e çipave, pra shikoni çfarë goditje strategjike po bën Irani për nevojat BRICS-it, pra ti jemi dhe nuk po e bën po strategjia është gjeopolitik në këtë aspekt. Pra për godet gjeopolitik është dhe, pra kemi bllokim të dollarit, bllokim të mineraleve të rralla dhe pas 11 ditëve bllokim edhe të çipave. Atëherë, çfarë mund të prodhojë më Amerika po bllokuan çipat dhe Izraeli? Asnjë. Çfarë mund të bllokojë për mungesë të mineraleve të rralla? Asnjë. Pra kapacitetet industriale të industrisë ushtarake amerikane, izraelite dhe europiane. Pas to bllokohet për 11 ditë, do ta them edhe rezerva, pra pas 30 ditësh harxojnë edhe rezervat që kanë dhe nuk kanë më kapacitet. Pra gjithë industria ushtarake e Amerikës dhe Izraelit bëhet zero. Në këtë moment, pra bëhet zero në aspekt se nuk prodhon dot më, jo se rrëzohet industria. Pra ajo aty është, po ti nuk prodhon më dhe duke mos pasur më prodhime, kapacitete prodhuese, atë nuk ke as kapacitete eksportuese, sepse Amerika eksporton armë shet. Atë nuk ka çfarë shet më. Në moment që nuk ka shet më, pra nuk merr zinxhir dhe këto dollar që do t'i merrte nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë porositur nga 10, nga 15, nga 30 avion F-35, këto avion F-35 nuk do prodhohen më. Dhe në moment që nuk prodhohen më, atëherë ti nuk ke më të ardhura. Pra në këtë moment kemi duke çuar Amerikën drejt një krize të madhe ekonomike dhe drejt një goditje gjeopolitike masive, sepse po humbet fuqinë e saj në lindjen e mesme, po humbet fuqinë e saj në Azi, po humbet fuqinë e saj të industrisë ushtarake, edhe të pjesë të industrisë tjetër. Atëherë çfarë mbetet më? Atëherë kthehet si punë e Shqipërisë. Shqipëria as ushtri, as industri, as gjë. Kur ti humbet to, atëherë do kemi thjesht një Amerikë që do funksionojë si Amerikë, por nuk ka më fuqinë ushtarake që ka. Ndërkohë, Dritan, kjo është qëllimi që Kina dhe Rusia po i qëndrojnë mbrapa dhe për këtë arsye, për shembull, kinezët kanë çuar forca ushtarake në Iran aktualisht. Ka forca ushtarake kineze në Iran? Ka forca ushtarake kineze në Iran, të cilat monitorojnë dhe menaxhojnë dhe janë në përdorim, janë duke përdorur së bashku me forcat iraniane të gjitha ato materialet ushtarake që Kina i ka dhënë Iranit, pra radar, raketa, po monitorojnë se si po përdoren dhe po monitorojnë aktivitetet dhe kapacitetet e tyre në mënyrë që të nxjerrin mësime se si po përdoren në kohë lufte reale dhe pastaj të bëjnë korrigjimet që duhet për nevojat e tyre të brendshme pra të prodhimit. Po aktualisht janë në terren ushtarak kinez. Po në të gjitha ato pika po testojnë të gjitha armat, po kanë çuar personel të tyre ushtarak atje. Lajm shumë interesant. Dritan, ndërkohë një nga problemet politike që po shkakton në vendet e gjirit është situata në Bahrein. Kam një foto aty regjia që e vendosëm në fillim goditja që kanë bërë dhe atë du thjesht foto ilustruese ambasadës amerikane në Bahrein. Çfarë po ndodh në Bahrein dhe ky presion që po vjen le të themi nga goditjet që po bën Irani, a mundet që më pas ajo që po ndodh në Bahrein të shpërndahet në të gjithë rajonin? Atë do të kemi një gjë parasysh që se po e përdor shumë këtë, do të kemi një gjë parasysh. Është bërë si mark, kështu si bul. Ju kërkoj falje. Bahreini ndryshon për nga vendet e tjera të gjirit. Bahreini është një vend me shumicë šiite. Pra, 80% e popullatës në Bahrein janë šiit, 20% janë sunit. Pushtetin e kanë këta 20% që janë sunit. Pra, mbreti i Bahreinit 80% janë šiit. Që identifikohen me popullsinë iraniane. Janë arab šiit. Pra, nuk janë pers. Janë arab šiit, pra me fe identifikohen me Iranin. Kurse me nacionalitet janë arab. Jo me etni. Me etni janë arab.
Kurse në Arabinë Saudite është e kundërta. Pra në Arabinë Saudite janë diku të rreth 25% janë shiit me fe, kurse pjesa tjetër janë sunit. Dhe ky 25% që është në pjesën që është në kufi me Yemenin, pra ku janë zonat naftëmbajtëse të Arabisë Saudite. Aty është gjithë zona naftëmbajtëse e Arabisë Saudite dhe pusët e naftës. Janë në zonën e banuara me shiitët, me fe, me shiitët me fe. Dhe ka filluar një gjysë revolucioni, pra ka pasur tentativa të tjera të mëparshme në Bahrein për të rrëzuar pushtetin, për ta marrë shiitët pushtetin. Por janë shtypur sepse Bahreini ka një marrëveshje mbrojtjeje me Arabinë Saudite. Dhe në gjitha rastet Arabia Saudite ka futur ushtrinë, policinë, forcat e saj. Edhe këtë rast ka ndodhur një gjë, kanë filluar përleshjet në rrugë. Arabia Saudite ka çuar edhe tanke, ka çuar edhe sepse Bahreini nuk ka ushtri. Pra e mbulon mbrojtjen e saj me Arabinë Saudite. Dhe ka çuar asaj ishull i vogël atje Bahreini. Ka çuar dhe pasi ka çuar forca, pasi kanë nisur protestat. Dhe për çdo ditë po ka protesta për plasje. Pra kjo është vetëm fillimi i asaj çfarë mund të bëj kjo që ka ndodhur. Çfarë mund të sjellë pra dhe në rast se kjo sjell një ndryshim të regjimit, ndryshim politik. Po, duhet kemi gjë që në Bahrein është komanda e Centcomit. Baza qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës që po drejton gjithë operacionet ushtarake, në lidhjen e mesme është në Bahrein. Dhe në rast se ky pushtet i kalon shiitëve, kjo bazë zhvendoset për atë, hiqet për atë. Pra e kuptoni se po shkojmë në luftën gjeopolitike dhe Irani ka bombarduar urën që lidh Arabinë Saudite me Bahrein, se lidhet me një urë. Po. Irani e ka bombarduar këtë urë, duke penguar për disa orë kalimin e forcave saudite në Bahrein. Pra këtë e ka bërë, për këtë arsye. Pra po mundohet të ndihmojë shiitë atje, të marrin pjesë në këtë dhe të bëjnë revolucion. Gjithashtu kanë kërcënuar edhe shiitët e Saudisë, kanë kërcënuar që në rast se Saudia hyn luftë me Iranin, neve do kërkojmë do ndahemi nga Saudia dhe do ta marrim kontroll të territorin, po ky kontrolli i territorit këtu fund, ky është i gjitha zona naftëmbajtëse. Kjo këtu janë gjithë shiitë. Kjo pjesa. Dhe kjo është zona naftëmbajtëse e Saudisë. Pra nafta vetëm kjo këtu është. Vetëm kjo këtu është. Dhe në moment që këta i marrin naftë, atë Saudia mbaroi. E qartë. Pra këtu është ajo që Khamenei thoshte që po na gjuajtët, lufta rajonale. Do ta bëjmë rajonale dhe kjo është rajonale, pa në momentin që ti merr Saudis naftën, atëherë pushteti nuk ka më vlerë këtu, mbaroi. Pra ti e bëre rokat. Po. Edhe këtu, në rast se e merr të bën rokat dhe largon Amerikën nga te, pra bazën e Amerikës, pra gjithçka që po ndodh. Pra mund të ketë ndryshime politike në rast se unë nuk besoj që do të shkojmë dhe në këto ndryshime për arsye se amerikanët do t'i thrasin mendjes, sepse humbja është shumë herë më e madhe se çfarë do lloj tentative që ta bëjnë për të fituar, pra humbja është gjeopolitike, geostrategjike, dhe në një moment caktuar brenda një periudhe, brenda këtyre 20 ditëve, do të gjejë një arsye, do të kemi një parasysh që Trumpi është një person i cili në momentin që do vihet ngushtë, nuk ka problem që të thotë që ne vrama Ajetollahun dhe fituam, kaq donim, dhe ai del dhe e lëshon Izraelin, i lëshon gjithë, nuk ka asnjë problemi. Pra këta i mund ta bëjnë, sepse atij intereson vetëm vetvetja, çështja e tij në historinë amerikane dhe Amerika. Po, në rastin konkret do të kemi të parasysh që amerikanët kështu kanë qenë gjithë jetën. Pra e thotë edhe Kissinger që në të gjitha doktrinat amerikane është përsëritur që Amerika nuk ka miq, ka interesa. Amerika nuk ka miq. Pra për 20 ditë po thua dritan. Unë mendoj që po, për 20 ditë, brenda 20 ditëve që mbyllet edhe ajo që kemi folur bashkë. Brenda 20 ditëve, besoj që gjithçka do të vinë në një përfundim, do të kemi një parasysh që çfarë ka sjellë gjithë kjo luftë në këto ditë. Ka sjellë një ndryshim gjeostrategjik të rëndësishëm në aspektin e diplomacisë, një geodiplomaci. Të gjitha vendet e gjirit që ju e shihni. Po, të gjitha këto. Omani, Arabia, Katari, Bahreini, Saudia, Jordania, Iraku. Të gjithë ministrat e jashtëm të këtyre vendeve. Dhe po të shohësh deklaratat zyrtare të ministrive të jashtëm të këtyre vendeve. Janë për çdo ditë në kontakt të vazhdueshëm me Lavrovin. Pra, ata po i kërkojnë Rusisë tashmë që të ndërhyjë Irani dhe kjo luftë ndalet dhe po i kërkojnë mbrojtje. Pra kemi një lëvizje geopolitike. Pra nuk po thrasin Rubion, po thrasin Lavrovin për ditë. Pra në këtë moment, po del Rusia si vendi kryesor i cili mund t'i shpëtojë këta. Pra e kuptoni dhe nesër, në rast se arrihet kjo është pra. Prandaj kemi një lëvizje tektonike që e rënon prezencën amerikane dhe fuqinë
amerikane në këtë rajon. Prandaj Trump mund të rriqet. Në një moment caktuar duke parë që kjo po rrshket fuqishëm, atëherë automatikisht do të rriqet në atë moment për të mbajtur prezencën amerikane, se ndryshe duhet të largohet totalisht andaj, sepse duhet kemi që parasysh, po qesë ndërhyn në Rusia, dhe Rusia i kërkon Iranit që të mos bombardohet më fare këto vende, dhe Irani thotë që ne e bëm këtë me kërkesë të Rusisë. Atëherë të keni parasysh që këta i kanë premtuar diçka Rusisë, sepse Irani nesër mund nisi të bombardojë sërish. Dhe cili është premtimi? Largimi i Amerikës nga këtu. Pra sepse ky është interesi i BRICS-it dhe i Rusisë. Dhe në këtë aspekt përplasja politike bëhet e madhe dhe kjo është dëmi më i madh që Trumpi është duke i bërë shtepër të Amerikës, pra në aspektin gjeostrategjik dhe geopolitik. Dhe në këtë moment do t'i thrasi mendjes dhe do thotë stop, pra do ta lëshoj edhe Izraelin, edhe të gjithë tjerët, dhe do thotë unë arrita qëllimit kaq ishte për mua mbaroj. U eliminua Khamenei, eliminuam programin bërthamor, programin balistik. Programin balistik, i harxuam raketat, i dëmtuam, i bëm pra gjitha këto prallat që ka thënë deri më sot, do t'i thotë sërish dhe do e mbylli, sepse po se mbylli, atëherë kjo lëvizje diplomatike që ka filluar do ta përzëri Amerikën brenda një kohe shumë të shkurtër nga këtej dhe lindja e mesme do të kthehet sërish me një kontroll atë që kanë ndërruar gjithnjë sovjetikët që ta fusin lindjen e mesme në kontroll. Tashmë Trumpi po ju afal rusëve nëse vazhdon. Prandaj them që nuk do ta vazhdoj, pra maksimumi do ta tentoj këtë edhe 20 ditë dhe pastaj do ta ndërpresë se për 20 ditë mbarohen dhe këto dritan, siç kemi analizuar bashkë. Rritet dollari, rritet pra bie ulja dollarit, rritet vlera, ka filluar në Angli, në Angli rritja e naftës ishte dramatike, te ne u rrit me 200 lekë në mënyrë spekulative, sepse nuk është e nevojshme të rritet më shumë, sepse neve kemi rezerva të paktën 1 javore, 2 javore ka rezerva dhe ta rrisësh naftën. Sado që ta rrisësh në Shqipëri është spekulative sepse ti nuk është e mbaroi kjo naftë ti po sjell naftën e re, se nafta e re nuk po vjen hiç. Pra, kurse në Angli nafta u rrit karburanti me 75%. E tmerrësh. Pra kjo është e tmerrshme, pra në rast se vazhdon në këtë mënyrë, të gjithë këto vendet aleate të Evropës do t'i kthehen Trumpit dhe jam dakord. Prandaj po them që Trumpi është detyruar, do duroj 15 ditë, pas 20 ditësh do kemi një kthesë në 180 gradë dhe të gjithë do çuditen e thonin ç'ndodhi. Ndodhi ajo sepse ndryshe atëri bie që të marrin valixhet edhe të marrin valixhet edhe të lënë ato opingat atje ku i kanë atje dhe t'ia mbathin. T'ia mbathin nga lindja e mesme. Kjo i ka mbetur Amerikës. Ose të lërë opingat e t'ia mbathi, ose të thotë ne fituam dhe ndalojmë luftën. Dritan, nuk e di sa kohë ke, po do doja shumë të mos e linim Kosovën për sot. Si e vlerëson situatën e krijuar atje? Fillimisht, ose më mirë, fillimisht flasim pak në lidhje me propozimin që kryeministri Rama ka bërë në raport me mënyrën se si duhet të integrohet Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian. Pashë që kishte bërë një koment shumë interesant në Facebookun tënd, ku e lexoje këtë lëvizje si një thik pas shpine ndaj Kosovës, nëse s'gabon. Për mua është një thik pas shpine ndaj Kosovës, pra duhet të sqarojmë një gjë për publikun. Rama ka bërë një letër të përbashkët me Vučićin, ja ka dërguar Brukselit, Bashkimi Evropian. Këtë letër e ka publikuar në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ditën e hënë, ku i kërkon Bashkimit Evropian që të pranohet Shqipëria dhe Serbia të pranohen pa kushte dhe në mënyrë të përshpejtuar. Pra, këto janë dy gjëra dhe ky aspekt, vetëm kjo kërkesë, është thik pas shpine për Kosovën, sepse Bashkimi Evropian, një nga kushtet kryesore që i ka vendosur Serbisë është njohja e Kosovës. Dhe në momentin që ti i kërkon Serbisë, i kërkon Bashkimit Evropian ta pranojë pa kushte në mënyrë të përshpejtuar, domethënë, s'ka rëndësi njohja e Kosovës, nuk ka rëndësi Kosova, thjesht na fusin neve në BE. Pra, për neve është më e rëndësishme BE-ja se Kosova. Kosova nuk mos jetë e rëndësishme për Serbinë, por për neve është e rëndësishme. Dhe t'ja bësh këtë Kosovës në një kohë që Kosova është në një krizë parlamentare, në një krizë prezidenciale, në një krizë të saj politike dhe morale, dhe ky veprim i pamoralshëm i një kryeministri të Shqipërisë. Atëherë kjo shumë kush do ta quajë tradhti kombëtare. Jo, ti je tradhtar do thotë që ti përkasësh më parë. Pra unë nuk e kam konsideruar ndonjëherë Ramën shqiptar. Rama nuk është shqiptar as për fisa, as për far, as ka qenë dhe as është. Ajo çfarë Rama ka bërë është një goditje e interesave kombëtare dhe shqiptare dhe shtetërore të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës në shërbim të interesave serbe. Pra vetëm këtë ka bërë. Dhe kjo është goditje pas shpine. Dhe kjo goditje pas shpine i ka ardhur në një kohë, sa thash, në kohën më delikate të Kosovës, ku politika në Kosovë ka humbur udhën e saj në borë, pra i ka humbur edhe morali, edhe parimi i shtetit,
I ka humbur edhe parimi i kombit të shqiptarisë dhe janë futur në luftë për pushtete dhe për karrige dhe e quan Kosovën sërish në zgjedhje. Nuk ka një turp më të madh se të çosh një vend si Kosova 3 herë brenda një viti në zgjedhje. Kjo është marrri. Nuk ka justifikim. Për çfarë arsye? Vetëm për çështje kolltuqesh. Për asgjë tjetër. Pra është një turp i madh dhe letra e Ramës dhe mosarritja e zgjedhjes presidentit të Kosovë janë